Informacion për shtetasit shqiptar që kanë marrë deport nga Anglia. Të gjithë shtetasit shqiptar që kanë marrë deport nga Anglia mund të lëvizin në shtetet e zonës Schengen duke paraqitur një dokumentacion që nuk kanë ndalim në shtetet e zonës Schengen, sipas parashikimeve ligjore për kalimin në pikat kufitare. Kur shtetasit paraqesin dokumente justifikuese, administrative apo gjyqësore që provojnë se nuk ka pengesë për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian dhe zonës Schengen, roja kufitare në pikën e kalimit kufitar të bëj shënimet përkatëse në sistemin Teams të rubrika shënime. Një kopje origjinale ose fotokopje e njësuar me origjinalin e dokumentit justifikues. Të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të notarizuar, administrohet në pikën e kalimit kufitar. Zyra jonë e avokatisë ju vjen në ndihmë, duke ju siguruar dokumentacionin e nevojshëm. Për këtë rast ne ofrojmë shërbimin me pas pagim në bazë të suksesit të arritur. Pasi klienti ka marrë shërbimin e kërkuar, paguan zyrën e avokatisë. Për më shumë info mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose të vini pranë zyrës tonë.